Këtë timosi që të Radina ka fillimit të sonjës së patët një diskutim të shkurt me zotin Abdigjiku, është diskutuar kjo çështje bashkëpunimit partijak për tranzicionin që s'ka kërkuar ashtu edhe vetë. Po vazhdimisht diskutojmë me kryetarin Abdigjiku edhe për zhvillimin e kuvendit, për ngërtin që kam bërë, pa disa herë kem trajtuar këtë çështje. Ishte duhem edhe për këtë propozhimin për konsulta. Edhe e shpjegova që është ide e mirë me pas konsulta, kuptohet, kemi disa ndryshime ose dallime në qëndrim, por nuk bën me i mbyll dyert për iniciativat. Çdo iniciativë ka dobinë e vet. Ne mbesim në qëndrimin që ta ndihmojmë, pra unë dhe Aleanca ndihmojmë qeverinë e opozitës, se ashtu për qeverinë e opozitës, ky është opsioni im, po jemi të hapur për konsulta. Ajo që ndashaj është me rëndësi, është fakti se shifni ne çdo ditë po takohemi ju çdo ditë në ditë këtu. Ne po nuk po bisedojmë, nuk po diskutojmë për shumë zhvillime në vend. Nuk e dim s'ka rritje pagave kohë të gjatë, ka rritje çmimit të energjisë. Kemi vështirësinë për prodhuesët vendor, kanë problem me çmimin e energjisë. Janë akumuluar shumë tema, shumë probleme në vend. Edhe është e rrymshme pra që këta jeta jonë tani sikur se shihni është orientuar te këto diskutime kur s'ka boni. Tani do të më u thyn punë edhe shpresoj që do të gjendet një zgjidhje për ngërçin ku kanë që kalojmë matutje. Kur mund të zgjidhet kjo sigurisht zotëra Radina? Po ju lutem nëse vërtet është kështu atë më mirë edhe të shkojmë zgjedhje. Besoni, nuk është mirë me vanun pa kufi Kosovë. A janë diku të takoj pas zoti Krasniqi sot tash është i gatshëm për çet të takoj. Ju tregova që unë më falni harrova me thonë që unë komunikoj edhe me Krasniqin rregullisht, me PDK-n, me LDK-n. Me hundën këtu komunikoj me gjithë me deputet, pra atje në Bitena kemi pa që i flasim një të gjitha partive. Kur do që kanë në një kërkesë për takim, pasishtë për teme tani e mushive kohorën një më parë. Zotëra Radina, a jeni ftuar si koalicion qeverisës bashkë me zotin Limaj apo se cili lider politik? Pasi pak më herët zoti Limaj tha që pret një ftesë që me gjasa ende nuk e ka planuar, a jeni thirrë si grup bashkë, si koalicion? Jo, besoj partitë politike veç e trajtojnë këtë situatë. A jeni për që edhe zoti Limaj të jetë pjesë e këtyre kësaj? Ata që iniciojnë, ata i bojnë ftesat. Faleminderit. Faleminderit. Miru po.